sot do t'merrni lusenon. Zoni, zoni, o ju krusho, se sot do t'merrni lusenon. Niset karavani jo me krusho, lusenja qojnë o dhandrito. Zoni, zoni, o ju krusho, se sot do t'merrni lusenon. Zoni, zoni, o ju krusho, se sot do t'merrni lusenon. Djedi kalemun maleve, maleve fushave. Zoni, zoni, o ju krusho, se sot do t'merrni lusenon. Se sot do t'merrni lusenon. Mirë mbrëma Shkodër. Ishte Denis Fikaj me këngën e Krushve. Pra Krushit erdhen, nusën e morme, a hengun po e bajmë këto tanë zbashkut, nuk na metet gjë tjetër, vetë se urime çiftit u trashëgoshin e gëzoshin njëri tjetrin. Në ditën e trashëgimisë kulturore me 29 shtator dhe në kuadër të javës së trashëgimisë kulturore botërore, për të 13 vit me radhë nga Qendra Kulturore Pjetër Gaci, mbështet nga Bashkia e Shkodrës, organizohet një nga eventet më të spikatuna për qytetin, që ka një ndjeshmëri të madhe. Është Ahengu Shkodran 2025. Ju rikujtoj se Ahengu Shkodran me të drejtë është vlerësuar si një nga 7 kryeveprat e trashëgimisë kulturore shpirtënore shqiptare. Çdo vit, ky aktivitet pritet me kurreshtje të veçantë për të rejat dhe surprizat që do të ketë. Repertori i përzgjedhur me kujdes, pjesëmarrja e artistëve të mirënjohur, por veçanërisht ata që vinë për herë të parë dhe nuk i ndahen për tan jetën këngës së bukur popullore shkodrane, bashkë me ju ardashës që jeni këtu me ne sonte, do ta bajnë më të bukur natën e sontme. Gjithashtu, të kalojmë së bashku edhe momente të bukura me këta artistë që me të thënë vërtetën e kanë zbukuruar Shkodrën sante, apo jo? Është hera e parë që Ahengu Shkodran organizohet në këtë ambient mu në zemër të qytetit, në pjacë, aty ku në xhiron e busmramjes, në melodit që vinin nga kafja e madhe, apo dhe nga lulishta popullore që quhej dikur, të rinjt dhe të rejat shkodrane shifeshin, ngacmoheshin, dashuroheshin. Edhe mandej vite shkusia, fejesa, martesa, e shoqënume me këngë dasme dhe aheng Shkodran. Pikërisht kjo është edhe ajo që do të nollë sante këtu, ku ende ruhen elemente të trashëgimisë kulturore dhe historike, siç janë ndërtesa e marupve, e jubanëve, apo edhe e familjeve të tjera përreth. Ju kujtoj që Ahengu Shkodran sapo ka filluar dhe do doja një duartrokitje nga ju për të mbështetur këngëtaren e parë. Vjen një këngëtare e re që kënon plot pasion. Klajsa Kapeta interpreton këngën Po ti çai ke thanë dikuj. Kënga e dytë, Arkavan me boj për mall, ka një histori shumë interesante. Është shkruar nga Simon Çurçia me muzikë të Nrek Voglit në vitin 1908. Është viti i Kongresit të Manastirit, apo si quhet ndryshe edhe Kongresi i Alfabetit të Gjuhës Shqipe. Kjo këngë ka 36 strofa, i kushtohen luleve në fakt, po korrespondojnë me 36 shkronjat e alfabetit. Fillon me A,
Arkavan me bojë për mall, e sjell për ju Leonard Guga. Më pas do të ndjekim edhe 3 këngë të krijuara nga Paulin Pali, Kol Gurashi dhe Sejit Hoxha. Kur të pash moj lule, e sjell me zanin e saj të ngrohtë Leonora Luca. Glerdit Turmeta e gjithashtu sjell Vash prej dorës tande, ndërsa këngët me Jelek me Barnavek dhe Hajde Ver i sjell për ju Orieta Kelaj. Ju uroj të shijojmë së bashku këtë natë magjike.
Dritore të ndajës bukuron, bar me ere qirin e saksi. Dritore të ndajës bukuron, se timen gjërët nuk i dishon. E varosa me madhëni, ama në veda se timen gjërët nuk i dishon. Për hape ka alaj i fidi, anë për anë kanë gjërëthu. Super hape ka alaj i fidi, anë për anë kanë gjërëthu.
Bash me dorën e tane, me pi uj mu më kane. Uj që m'jep ti, ashtë për mu freski. Uj që m'jep ti, ashtë për mu freski. Aman, aman, amane, amane. Unë të du moj pajada, të du pajada. Unë të du moj pajada, të du pajada. E kronikur të pash, femrën ty t'alash. Du me t'pa për e dit, kas të rritu i frit. Du me t'pa për e dit, kas të rritu i frit. Aman, aman, amane, amane. Unë të du moj pajada, të du pajada. Unë të du moj pajada, të du pajada. Mu përqish ndashti, mori bukuri. Zemrën ma jepë mu, ma si unë të du. Zemrën ma jepë mu, ma si unë të du. Aman, aman, amane, amane. Unë të du moj pajada, të du pajada. Unë të du moj pajada, të du pajada. Me je lekme, pare na vete, po më duke so, gole me flete. Me je lekme, pare na vete, po më duke so, gole me flete. Me je lekme, ti e dola, bashën tane moj lulem lolla. Me je lekme, ti e dola, bashën tane moj lulem lolla. Bashën tane lulem lolla, të mirës në dorja qova. Bashën tane lulem lolla, të mirës në dorja qova. E mira thot nuk i due, banë gajret moj, mole ftue. E mira thot nuk i due, banë gajret moj, mole ftue. Banë gajret moj, mole ftue. Si e vetëlla, unë ti due. Banë gajret moj, mole ftue.
jenë tu i skukuru. Thonë zama ku ta më rina, nara i filin e të qepa, qizina e qenina, qenina kanë që të pahesa. Faleminderit shumë, faleminderit. Maestro Zoga, faleminderit. Shkodra. Të tanë ne duhet të jena mirënjohës, të tanë atyne që sadopak kontribuojnë në ruajtjen e kësaj trashëgimie. Para disa muajsh u promovu një botim i një pune 10 vjeçare me rreth 530 këngë të Ahengut Shkodran, me autor Fahri dhe Esmeraldi Paxhia. Gjysh dhe Nip. Zotni Farin e kena këtu prezent, mirëmbrëma, mirë se jeni. Faleminderit shumë për kontributin tuaj. Ndërsa Esmeraldi na përshëndet nga lart fatkeqësisht. Artistët popullor shpesh kanë përshkruar me ndjeshmëri dhe dhimbje kurbetin ose mërgimin. Dikur ishte edhe më e vështirë për shkak të mungesës së informacionit dhe komunikimit, por edhe sot nuk është e lehtë sepse ka të bëjë me ndjeshmëri shpirtërore. Këngëtarja që vjen nga Amerika, është një këngëtare e dashtur, e rritur në ambientin karakteristik shkodran, që ka shprehë dëshirën me marrë pjesë sërish në aheng. Ajo do të interpretojë Sante Jaren edhe një herë Dumet qa hallin. Këndon Klodiana Vata, është një krijim nga Nrek Vogli Naraçi. Krijuesi popullor Namik Mithi, pak i përmendur, ka qenë zanaçi Robaçeps, i cili ka lënë disa këngë të Ahengut Shkodran. Dhe sonte na do të ndëgjojmë 2 prej tyne. E mallku kjo vdita, e sjell për ju grupi Karajfilat. O moj pranver, sa jam tu të prit, e sjell për ju Sevina Kurti. Kombi shqiptar, kena thënë, është gjithmonë një. Kjo dëshmohet mas miri në traditat tona të përbashkëta kulturore. Shkodra ka dhënë edhe ka marrë gjithmonë me Ulqinin edhe Gjakovën. Shumë këngë shkodrane kënohen në Ulqin, Gjakova, Nasjaltas. Ka raste ku me të njëjtin tekst janë kompozu 2 melodi, edhe të dyja janë bukra në llojin e tyne. E tilla është kënga Një lule që më ka qil tash. Do të vi së pari në variantin gjakovar atë lirik dhe më pas në variantin shkodran. E sjell për ju Ylber Tahiri. I ndjekim.
Sot i shes dhe syve mali, veç moti veç shkoje ves. Sot i shes dhe syve mali, veç moti veç shkoje ves.
qiltash aman gërmi shoqe mam të dri një lule që ma qiltash Një moment që do të ndaj bashkë me ju në këto momente. Kjo skena është edhe vendi ku nderohen dhe respektohen ata artistë që tanë jetën e tyne ja kushtun ahengut. Kanë kënë pjesë e këtij aktiviteti ndër vite dhe do të na mungojnë fizikisht, por jo shpirtnisht. Na dhe mbi shumë të gjithëve besoj ndarja nga jeta e Agim Mollës, mjeshtrit të ahengut shkodran. Mirënjohje pa fund për ty artist. Ashik i ahengut shkodran. Një titull që jo të tanë arrin. Mirënjohje për Agim Mollën. Do të ftoj në këto momente një nga artistat pjesëmarrës është Klisman Llazani, i cili përfaqëson brezin e ri të ahengut shkodran. Klisman, të ftoj në skenë. Mirëmbrëma. Klismani
ka kenë afër me këngëtarin Agi Molla, ka një repertor shumë të gjanë të këngëve të Ahengut Shkodran. Mund të na thush 2 fjalë? Agi Molla kuptohet ishte një mik i tanë artistëve të këngës popullore Shkodran dhe jo vetëm. Ai na afrote, na mësote kur kishim ne gabim, ne gjatë që jo do të për me rregullu për këngën shkodrane. Nuk na lete me dal jashtë kornizave, kuptohet e këngës popullore shkodrane. Ai na la një porosi, sidomos ne brezit të ri, që me vazhdu, me rujt, me fanatizëm këngën popullore shkodrane, sepse ai thote nuk ka gjë më të bukur se kënga popullore shkodrane. Faleminderit. Atëherë ndjekim Klisman Llazanin me 2 këngë popullore shkodrane. Yarinane hoppa, besa ti nuk e. Yarinane hajde, mos ma van me gajde. Hajt moj vjose, shtatin e via, mos tu prishte, lale bukuria. Yarinane hoppa, lale bukuria. Yarinane hajde, mos ma van me gajde. Yarinane hoppa, njashtu si prere. Yarinane hajde, njashtu si pranevere. Hajt moj vjose, shtatin e via, mos tu brishte, lale bukuria. Yarinane hoppa, lale bukuria. Yarinane hajde, mos ma vane me gajde. Dushe bore kë dashni që me mu e pate ca. Dushe bore kë dashni që me mu e pate ca. Ta shesho se me ki marrë mëni, razi e moj me përsa.
s'pan qyna, a shikut me ishti si kile. Si nuk e s'pan qyna, a shikut me ishti si kile. Ta shesho se në zemër më man, e ma shpimet nuk me qenë. Ta shesho se në zemër më man, e ma shpimet nuk me qenë. Shdo zdaj po shashtu im shku, dërman vedi zi me qenë. Shdo zdaj po shashtu im shku, dërman vedi zi me qenë. Kam kujtu se më donë si të du, e s'ma pri zemrën e shkret. Kam kujtu se më donë si të du, e s'ma pri zemrën e shkret. Ju falenderoj. Në këto momente do të vi një këngëtare që kënon një këngë që ka lidhje me Shkodrën dhe Ulqinin, sepse vetë ajo është pjesëtare e një prej familjeve ulqinake që kanë ardhur në Shkodër, familja e fanëve. Jam shumë e gëzuar që prezantoj sonte këtë këngëtare që vjen nga Amerika dhe bëhet pjesë e Hengut Shkodran. Është Albana Fani. Do të interpretoj këngën Me të likun ta kam fal e krijuar nga Ymer Beci. Sigurisht që na e dina të tanë që Shkodra është qyteti që prodhon shumë. Sa krenar na bajnë kur këta artista na përfaqësojnë në evente dhe konkurse kombëtare. Sa me emocione kënojnë këngën popullore shkodrane krahas asaj të kultivume botnore. E tilla është Eja Zogaj, e cila do të sjellë për ju këngën Sa e bukur je natyrë. Nuk mbetet pas me zanin e saj Martina Serreqi me këngën O moj bukuroshe. E më pas, Ajdis Hasani sjell këngën Jana erdhi sot pranvera. I ndjekim bashk. Aman, ti Allah
S'ma qëtëso me knaqen ku shikjon O hajde Opa Zemrën se që ma morë shpirti S'ma qëtëso me knaqen ku shikjon O hajde Baqën tane kur kaloni shoqet kanë si hije Baqën tane kur kaloni shoqet kanë si hije Ritu lule qilu ganqe po për bukurije Ritu lule qilu ganqe po për dashurije Zemrën se që ma morë shpirtin Që ma që so të knaqe me kushikjon Zemrën se që ma morë shpirtin Që ma që so me knaqe ku shikjon O hajde Zemrën se që ma morë shpirtin Që ma që so me knaqe me ku shikon O hajde Opa Zemrën se që ma morë shpirtin Që ma që so me knaqe me ku shikon O hajde Opa Sa bukur është kur kënga transmetohet nga njëri brez te tjetri. Se vetëm kështu mund të ruhet përjetësia e kësaj trashëgimie kulturore. Në këtë mramje, kena këngëtare mama me fëmijë, kena gjyshe, po nuk mund t'i quajmë të vjetra, kena vajza të reja dhe ato që presin të bahen mama të reja, por do kemi surprizë dhe një grup fëmijësh që për herë të parë marrin pjesë në ahengun Shkodran. Secila prej atyne këngëtareve që do të nojnë tani, kanë zane të bukura, secila me ngjyrimet e veta vokale, e kështu vjen Blerta Cina me këngën Bylbylit, Mukades Çanga vjen me këngën Si hyri nusja na doli, Synin si qershia e përcjell për ju Riger Saloka, ndërsa Saviana Vjerdha vjen me këngët Zare moj trëndafile dhe Kur më del në derë. I shijojmë bashkë. Over
boja, hajde moj belhoj. Faqe të kuq por si shevoj, dham t'i qit pas kangoj, flok si karaboja, hajde moj belhoj. Si hyrinus janë atoli, hajde gjanëm peja gjanëm mashallah. Si hyrinus janë atoli, hajde gjanëm peja gjanëm mashallah. E pas ka qokë si zipe shtaf, bele shpin për mashallah, shtafin si pa vota, o më shtjen gjyna. Pas ka qokë si zipe shtaf, bele shpin për mashallah, shtafin si pa vota, o më shtjen gjyna. Për Shkodrën plak, uroj në gjime të reja. Me rule le plot me drandofile. Kullon si mjata, kanë në kritejë. En ftyrën tatë, ne bash lullëson pranë veja. Syni si qeshia, flakën e të djalit, buzon në gazë bane, e shjatë shove marin. Syni si qeshia, flakën e të djalit, buzon në gazë bane, e shjatë shove marin. Liqeni mramje, Shkodrën që e vledit. Me them të nalta qesh balkoniri. Andje sysesa tom lë melodi, sa bukurie ta bash toka stolis. Syni si qeshia, flakën e të djalit, buzon në gazë bane, e shjatë shove marin. Syni si qeshia, flakën e të djalit,
Zare dirze fiku, zare moj dirze fiku, po të preta shiku moj zare, sa e bukur je. Po të preta shiku moj zare, sa e bukur je. Kur më del në derë, beli me gjeme, a tha man aman. Kur më del në derë, beli me gjeme, a tha man aman. Ani mora, moj i vriskune, ani për nepre, unë moj i modhënge, moda më shpëtoj prej badorën e dorën edhe gishtine. Oh, 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 qma këpute moj i shpirtine, datë që më duj, në datë që mos më duj, jam i avanë gji në mahallën tuj. Oh, 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 Gjisa hatë më bahet një muj. Kur më del në bërë, se qma banë me dorë, a tha man aman. Kur më del në bërë, se qma banë me dorë, a tha man aman. Ani mora, moj e vriskune, ani për me bre, unë moj i modhënge, moda më shpëtoj prej badorën e dorën edhe gishtine. Oh, 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 qma këpute moj e shpirtine, datë që më duj, në datë që mos më duj, jam i avanë gji në mahallën tuj. Oh, 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 Njisa hatë më bahet një muj. Faleminderit. Si që e prezentova edhe pak më përpara, do të vinë tani si një buqet lulesh në këtë mramje, grupi vokal i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia. Dhe ju siguroj se për ta do të jetë kujtimi më i bukur që morën pjesë në Ahengun Shkodran 2025. Për këtë kanë merit specialistët e vokalit, Leonora Quliqi dhe Ben Jubani, me stafin drejtues Ermir Zoga dhe drejtoreshën e palodhun të Qendrës Kulturore të Fëmijëve Orieta Kelaj. Po, e meritojnë duar trokitjen. Mirëmbrëma, sa të mirë dukeni sante, edhe të emocionuma po fare. Ja. I prezentoj me rallë, si që meritojnë artistat e vegjël, Arbias Hallunaj, Hera Hoxha, Dea dhe Dean Hoxha, Dion Bushgjoka, Yasemin Çako, Aislin Kavaja, Amla Demushi, Juela Mustafa,
Irsa Mashi dhe Nivi Sulishti. Do të interpretojnë për ju sante O sa bukur pas ke qil dhe të gëzojmë se erdhë pranvera se këta si pranver janë, apo jo? Suksese! O sa bukur pas ke qile, tash si e prap,
Tash është momenti që në nduartrokitjen tuaj të falenderojmë të gjithë ata që ban të mundur realizimin e Ahengut Shkodran 2025. Falenderojmë të gjithë artistat pjesëmarrës këngëtar, Bashkinë e Shkodrës dhe Drejtorinë e Kulturës, të vazhdojnë nduartrokitjet. Falenderojmë Qendrën Kulturore Pjetër Gaci, Teatrin Migjeni, Qendrën Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia, Kod Qendra për Hapje dhe Dialog, grupin e valleve me koreograf Aldo Nika dhe grupin e artistëve desmor të udhëhequr nga Mark Ujka, RTS Shkodra, teknikën e regjistrimit, ASLV dhe Piano Event për monitorimin. Një duartrokitje speciale për orkestrën tonë të mrekullueshme me Anton Kaftallin violin, Indrit Kodralia klarinet, Erion Lishi klarinet, Fatmir Mesi bateri, Daniel Preni kitar, Dritan Mlika kitar bas, dhe në fizharmonik drejtues i muzikës maestro Ilir Zoga. Faleminderit. Një falënderim të veçantë, sigurisht në nduartrokitjen tuaj për drejtorin organizator Dritan Mlika dhe drejtorin artistik Bardhyl Hysa, të cilët bajnë të mundur që unë, Gentiana Dani, të prezantoj për të 13 vit me radhë Ahengun Shkodran për ju. Sigurisht një falënderim edhe për ju që jeni sonte me ne dhe po shijoni momentet magjike të Ahengut Shkodran. Ju faleminderit shumë që jeni nalë këtu me ne dhe na mbështetni. Edhe pse jemi drejt fundit të mramjes, sërish do të shijojmë momente të bukura. Janë dy këngëtar të palodhur, të talentuar, në kulmin e karrierës së tyre, me shumë trofe në festivale dhe përfaqësime të ndryshme artistike që do të mbyllin mramjen e sonshme. Vjen Rezarta Smaja, me një krijim nga Beto Halili, Ken Kenuri i Bukurisë. Ndërsa Laurian Eili këndon për ju O moj e vogël si Florini, krijuar nga Alush Beqari. Në fund të tanë pjesëmarrësit bashkë me ju, do të kënojmë këngën S'ka më të bukur se pranvera me autor Rud Gurashin, duke shpresu që në familjet tuaja dhe në zemrat tuaja të keni gjithmonë pranverë. Shijojmë edhe këtë moment bashkë. Shpinë më kishe moj nëse i ran, o do t'i baj risha, ko i shise të
ashtu me vetulla. Shoqi shoj i kenagja, o kur menoj se mbushet vjeta plasa e mjera, për me t'pa aman aman. Ju faleminderit. Moje vogël o si florini, aman aman amane. O për mi hasnat e gjevahiri, aman aman amane.
ishte Ahengu Shkodran 2025.